Shumë të nderuar, është nder dhe privilegj për mua si Gjirokastrite dhe në emër të qeverisë shqiptare, por edhe si deputete e qarkut Gjirokastrës, të jem sot të auditor të nderuar në këtë vend të shenjtë për të marrë pjesë në një moment sa të hidhur, aq edhe shumë të rëndësishëm për të gjithë komunitetin ortodoks të këtij qarku, por do thoya jo vetëm për komunitetin ortodoks. Bashkë kemi bërë një rrugtim të gjatë. E kujtoj me shumë emocion se si ish ministre e kulturës me Mitropolitin e Gjirokastës dhe Mitropolinë e Gjirokastës kemi punuar së bashku për restaurimin e kishave të jashtëzakonshme të këtij qarku në Dropull, në Gjirokastër, në Përmet, që janë sot vende sa historike, sa kulturore, aq edhe simbole të bashkëjetesës fetare në këtë trevë të jashtëzakonshme të Shqipërisë. Ως Υπουργός Πολιτισμού, τη σπουδαία συνεργασία που είχα μαζί του στη συντήρηση των πολιτιστικών μνημείων με τα οποία είναι πρικισμένη η περιοχή μας. Patjetër që jam këtu jo vetëm për të shprehur ridhërimin dhe ngushëllimet e mia personale, familjes së Mitropolitit, vendit të tij të lindjes dhe prej nga erdhi, por gjithë komunitetit ortodoks, i nderuar kryepiskopi i Shqipërisë, të nderuar Mitropolit, jam e prekur, jam shumë e vogël përpara hijes së rënd të këtij tempulli dhe siç kemi qenë gjithmonë të bashkuar, do vazhdojmë të jemi të tillë fal edhe frymës së bashkëpunimit edhe mesazheve të paqes dhe të dashurisë që ju na jepni. Kemi qenë këtu për gëzime, kemi qenë këtu për ridhërime, do të vazhdojmë të jemi gjithmonë bashkë. Shpreh ngushëllimet më të thella edhe në emër të qeverisë shqiptare. Faleminderit, i paharuar kujtimi i këtij njeriu të jashtëzakonshëm për komunitetin tonë. Shumë faleminderit.